Nuk kam najfarë, s'kum pas kur ambicje që mu majtë në mend për diçka. Gjithmonë kum pas një prioritet që t'jem shërbim të njerëzve, ku ku mujtë. Kum qenë shërbim të njerëzve si mjek, si psikiatër, tani më 42 vite. Në shërbim të njerëzve në politikë, si kryetari një partije e cila ka qenë shumë specifike, me shumë sfida. Unë ku mujtë me qenë antari se cilës partit madhe. Edhe ku pas ftesa nga gjitha partitë të mëdha, dhe kisha qenë lartë në leadership, por dëshira ime ka qenë promovimi i një kodeksit të veçantë të vlerave në politikë në Kosovare, se kum pas se tjetër kush nuk e merr atë detyrë, është vështirë. Dhe në anën tjetër, kum qenë në shërbim të idesë, që mendoj se është shumë e nevojshme, të një dialogu të vazhdueshëm ndërmjet arsyes dhe besimit, pra logjikës dhe besimit në Zot. Dy realitete faktike të shoqërisë shqiptare e të familjes time, të mijat personale. Pra Zoti është ajo për çka jetojmë, në emër të Tij na jetojmë. Unë jetoj. Kur thom na, po foli për familjen time. Unë vetë si individ. Po njëkohësisht arsyeja për cilës lind shkenca është ajo e cila na jep një stabilitet dhe na thellon në atë besim, duke na kriju edhe shumë atë për siguri në angazhimin ton shoqëror. Pse? Besimi, identiteti fetar i njeriut, është çështje personale, është çështje intime, e brendshme, në radhë parë, dhe thellësia e përjetimit shpirtëror është shumë individuale, shumë specifike. Angazhimi në shkencë, në profesion është angazhim publik. Duhet ekzistu ura ndërmjet këtyre dy identiteteve që janë reflektim i një qenje njerëzore. Dhe kjo nuk du t'jetë pasuri vetëm e imja, du t'jetë pasuri e krejt qytetarëve të vendit, dhe unë angazhohem në vazhdimsi që kjo të ndodhë. Për ndryshe, kam kënaqësi të veçantë që ma ka dhënë Zoti mundësinë që edhe si Ministri i Shëndetësisë me i bë disa punë, edhe me jap kontribut edhe për ata qytetarë të komunës Malishevës, për shembull, që më ndonë një mirënjohje para 2-3 dite në ballafaqimin me epideminë e jetëve hemoragjike, për shembull. Edhe s'kom qenë po majtë mend për këtë, por jam shumë i lumtur që kjo ka ndodhur. Dhe në qoftë se unë ma mend si një psikiatër të cilin qytetar, klientët e tij e respektojnë, e dojnë, se i kanë dëgjuar më shumë se sa që ju ka fol, qoftë ma mend si një politikan i cili u mundu që temat e vlerave etike dhe morale t'i promovoj në politikë dhe në shoqëri dhe mos t'i largoj nga diskursi publik kur debatohen çështje të rëndësishme të shoqërisë. Dhe nëse ma mend si një intelektual i cili nuk ka nguru kurrë që me i majt afër temën e besimit dhe shkencës dhe me jap kontribut në dialogun mes tyre, atëherë më vjen mirë, e kisha një vetë mirë. Për ndryshe, kemi shumë punë për të bërë dhe ende nuk jam në momentin kur për me mendu se si kemë u kujtu fjalën e fundit.